Mjeku çudit botën. Mandarinat trajtojnë këto tre probleme. Ja mosha që duhet t'i hanë urgjent. Përveç këtyre vitaminave dhe mineraleve, mandarinat janë një burim i pasur i folatit dhe beta-karotenit, çka i shton përfitime shëndetësore të tyre në organizëm. Falë përbërësve të saj, mandarina është aleate e kockave dhe mirë funksionimin e zorrëve dhe të zemrës, ndërsa ndihmon në luftën kundër shumë komplikacioneve. Mandarinat stimulojnë ndarjen e qelizave dhe gjenerojnë qeliza të reja. Kjo mund të tingëllojë e habitshme, por në fakt ky frut ndihmon në riparimin e gjendjeve të ndryshme të veshëve ose edhe në dëmtime të ndryshme të trupit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mandarinat janë agente të pastrimit të gjakut dhe në parandalimin e problemeve të ndryshme të organizmit. Ato janë të njohura se ndihmojnë në nxjerrjen e substancave toksike dhe gjithashtu përmirësojnë në shëndetin tuaj. Janë të mira kundër aciditetit të urinës, kriprave shtesë dhe ndocëve të ujit. Janë të njohura gjithashtu për rritjen e kapacitetit të trupit dhe mbajtjen e oksigjenit dhe qelizave të kuqe të gjakut, duke ndihmuar në pastrimin e tyre. Mandarinat janë të njohura gjithashtu edhe për efektet zbutëse të nervave dhe përdoren për të zbutur ethen. Kjo lehtëson të gjitha llojet e inflamacioneve. Përdoren si mjete qetësuese kundër etheve, helmeve, reaksioneve të stresit, alergjive dhe më shumë. Mandarinat janë të njohura për tonifikimet e sistemit nervor dhe ndihmojnë në përqendrimin më aktiv gjatë ditës. Ato janë të njohura gjithashtu edhe për qetësimin e personave me depresion, duke qetësuar zemërimin. Janë të njohura për qetësimin e stomakut, si dhe ndihmojnë për ta mbajtur atë në një gjendje më të mirë. Mandarinat ndihmojnë në rrjedhjen e dur të lëngjeve dhe ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Mbajnë ekuilibrat e drejtë midis acideve dhe bilës dhe lehtësojnë të gjitha infeksionet e stomakut dhe inflamacionet. Mandarinat janë favorizuar gjërësirësi tonik, që ndihmojnë në funksionet të duhura të trupit, metabolizmit dhe ndihmojnë në dekompozimin dhe thithjen e ushqyesve, duke tonifikuar mëlçin, stomakun dhe zorrët. Ato ndihmojnë në rritjen dhe zhvillimin dhe gjithashtu përmirësimin e shëndetit tuaj të organizmit. Ato nxisin edhe sistemin imunitar dhe mbajnë larg të gjitha infeksionet dhe i mbajnë në fre. Mandarina aromatike ka cilësi natyrore antiseptike dhe bën të mundur mbrojtjen e trupit ndaj stafilokokut, bakterieve përgjegjëse për përhapjen septike në trupin e njeriut. Vaji esencial i mandarinave përmban elementë të veçantë që veprojnë kundër këtyre bakterieve dhe në lehtësimet septike. Vaji i mandarinës mund të përdoret nga jashtë ose edhe të konsumohet edhe nga goja. Mandarinat janë të mira për shëndetin. Ato janë një burim i shkëlqyer i vitaminës A dhe nëse vuani nga ndonjë problem i lëkurës të tilla si puçrat, rekomandohet konsumi i këtij fruti. Prandaj, edhe konsumi i saj në mënyrë të rregullt do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Mandarinat janë një frut i sezonit dhe si të tilla do t'japin rezultate fantastike në balancimin e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Konsumin e këtij fruti tipik, trupi ynë do të marrë vitaminën A, vitaminën B1, vitaminën B2, vitaminën B3, vitaminën C, gjithashtu ai do të marrë edhe element ushqyes të kalciumit, hekurit, gjithashtu edhe të proteinave, sheqerit dhe të ujit. Përveç këtyre mineraleve dhe vitaminave, mandarina është një burim i pasur i folatit dhe beta-karotenit, çka i shton përfitime shëndetësore të saj. Falë përbërësve të saj, mandarina është aleate e kockave në mirë funksionin e zemrës dhe të zorrëve, ndërsa ndihmon në luftën kundër shumë komplikacioneve. Mandarina pa frikë mund të quhet agent për pastrimin e gjakut, pasi do të ndihmojë në nxjerrjen e substancave toksike dhe të padëshiruara nga trupi. Mandarinat stimulojnë ndarjen e qelizave që gjenerojnë qeliza të reja. Mandarinat janë të njohura gjithashtu edhe për tonifikimin e sistemit nervor dhe ndihmojnë në qëndrimin aktiv gjatë ditës. Mandarinat ndihmojnë në tretjen e ushqimit, mbajnë ekuilibrat e drejtë midis acideve dhe qetësojnë të gjitha infeksionet e stomakut dhe inflamacionet. Mandarinat janë aleate të mira të bukurisë. Janë një burim i mirë i vitaminës A, ndaj edhe nëse vuani nga ndonjë problem i lëkurës, rekomandohet konsumi i këtij fruti dhe aplikimi i produkteve që janë derivate të kësaj vitamine. Kur bëhet fjala për shërimin e plagëve dhe dëmeve të tjera të lëkurës, vitamina A është e domosdoshme për këto, pasi ndihmon lëkurën të rindërtojë indet. Vlerat ushqyese që do të gjeni te ky frut janë të larmishme dhe gjithashtu
do të ofrojnë përfitime të mira edhe në përthithjen e hekurit. Konsumi i mandarinave ose ushqimeve të tjera të pasur me vitaminë C, ndërsa keni ngrënë produkte me përmbajtje të lartë hekuri, arrit mjaft përthithjen e këtij minerali nga organizmi juaj. Konsumi i mandarinave është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimet dhe për të minimizuar sasitë e kolesterolit brenda gjakut. Mandarinat si agrume shmangin dëmtimet oksiduese brenda arterieve dhe riparojnë elasticitetin e enëve të gjakut. Të gjitha agrumet janë mirëbërëse gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Mandarinat janë agent të pastrimit të gjakut dhe përdoren gjërësisht si pastrues, pasi janë të njohur se ndihmojnë në nxjerrjen e substancave toksike dhe të padëshiruara nga trupi, të tilla si acidet të urinës, kriprashtesë, ndocit dhe ujërat. Po kështu prania e kalciumit, kaliumit, hekurit të mandarinat e bën atë një frut aleat mbrojtës për shëndetin tuaj të kockave. Mandarinat favorizojnë funksionet e duhura të trupit, metabolizmit dhe ndihmojnë në dekompozimin dhe thithjen e ushqyesve, duke tonifikuar më mirë shëndetin e mëlçisë. Përfshirja e tyre në dietën tuaj është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të artritit. Mandarinat janë përdorur sufundmi në lehtësimin e komplikacioneve të artritit, kundër problemeve të lëkurës e të tjera. Gjithashtu rekomandohet konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt për të evituar komplikacionet dhe për të sjellë më shumë përfitime në dobi të shëndetit. Muskujt tuaj do të përfitojnë shumë nga konsumi i mandarinave. Mandarina në fakt do të lehtësojnë problemet e spazmave dhe dhimbjeve të muskujve. Spazmat shpesh ndikojnë më shumë te muskujt e trupit dhe janë të njohura gjithashtu edhe për ndikimet negative të shëndetit të tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e muskujve dhe të mbani larg këto spazma, atëherë mandarinat duhet të jenë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese, vlerat që do të merrni nga ky frut do ta bëjnë atë një zgjidhje mjaft të mirë edhe kundër këtyre shqetësimeve. Mandarinat janë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe si të tilla nuk duhet të mungojnë asesi në dietën tuaj, pasi do të nxisin një organizëm të jetë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Persona të cilët kanë probleme me imunitetin mund të përfshin mandarinat në mënyrë të rregullt në dietën e tyre. Kjo fal elementeve të vitaminës C që e bëjnë atë një nga produktet më fantastike në betejën kundër rënies së imunitetit. Mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë për persona të cilët kanë probleme me tretjen, sepse do të sjellë lehtësime të mira kundër këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu do të ofrojë një mbrojtje lehtësuese kundër komplikacioneve të tretjes. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre në mënyrë të rregullt. Mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë kundër shqetësimeve të depresionit. Ato janë të njohura gjithashtu edhe për qetësimin e personave me depresion, duke qetësuar edhe zemërimet e tyre. Ndaj konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt nga këta persona do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër luhatjeve të tilla. Mandarinat janë një aleat i mirë gjithashtu edhe i shëndetit të trurit. Ato janë të njohura për efektet e tyre zbutëse, sidomos për nervat, duke lehtësuar këto komplikacione dhe duke nxitur një lehtësi më të mirë kundër inflamacionit. Përdoret si një mjet qetësues kundër rrethave, helmimeve, reaksioneve të stresit, gjithashtu edhe problemeve të ndryshme alergjike. Ndaj konsumi i këtij fruti në këto raste do të jetë një lehtësues shumë i mirë i organizmit. Mandarinat do të stimulojnë ndarjen e qelizave që gjenerojnë qeliza të reja, dhe kështu ky frut mund të jetë një aleat i çmuar kundër këtyre shqetësimeve. Sidomos mandarina është një frut i sezonit i pasur me shumë vitaminë C, vitamina e cila është mjaft e vlefshme për shëndetin dhe gjithashtu në balancimin e organizmit tuaj. Kaliumi të mandarinat ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Flavonoidet që gjenden te mandarinat qetësojnë më tej shëndetin e zemrës dhe reduktojnë inflamacionet. Ndaj pasurimi i dietës suaj me këtë produkt të thjeshtë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj konsumojeni me mazë dhe asnjëherë me tepritës për të marrë vetëm përfitimet e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.